21 sonte me një reportazh. Vjen një kronikë e sjellur nga kolegu Agim Binaku, i cili na tregon përshtypjet e tij nga bjeshkët e bukura të Junikut. Natën e mirë, shihemi nesër mbrëma. Korriku muaj i vizitave, njerëzve familjarëve që vinin sidomos nga Mergata, por edhe turistë një mendet jashtë kufinëve. Mirë po, sikur e kam të vështirë të radhis itinerarin e mbresave. Nuk e di ka t'ja mbaj, sepse ku do hasa në gjëra që më ngashnyën, gjëra të vlefshme, të një dhuratët të papartë të kësaj natyre, e cila sikur në sfond ka jehonën e këngës ikon baresh. Pas kumonës loje gzime, si shqiponja ime e kështu me radhë, që ngulit në mendje për kufizime në një idilike të përshkruar në mënyrën më të thjeshtë apo dhe fare naive, si do poet pas zë, por që në secilën formë të përshkrimit u del sakt, si fjala vjen, këto lendina e luadhe, procka e ujvare, gurgullime, cicërim, ligërim e hingëllim. Kjo sikur duket paksa patetike, por është frymëzuese për secilin njeri që ndodhet qoftë edhe rastësisht në cepin e mbarimit të vargut të bjeshkët ne. Paris, por edhe të pjesëve të tjera të Evropës, si nga Çekia, Kroacia, Polonia, Gjermania, që vinë e kthehen po ashtu me mbresat pashlyeshme. Madje në rrjetet sociale varshojnë tregimet e tyre fantastike për këtë vend.
Nata dhe misteret e saj qesin në pa frikën e lëvizjeve të shtazëve të egra që ndiqnin pret e tyre, si që ilustrohet edhe në shembullin ton të kishin afër dhe esnin në të njëjtën rrugë egra dhe e buta. Kjo është simbioza e natyrës. Objektit, fura, saqi, qerepi, tava, kalanica, vekshi, tepsia e famshme dhe shumë rekvizitat e tjerë ku gatuhet ushqimi tradicional dhe fund e krye. Pitet me lloj frutash e bimesh, mishat e ndryshëm të zjerë në skar, e të tjera janë pjesë e menysë e hotelit. Por, specialiteti i hotelit është i veçantë, unik dhe shumë i papar e i pakonsumuar. Fjala është për përsheshin me tomel të nxehtë. Ishmi rrethohet nga kjo kuror e bukurive të pafundve që të lepagoj. Ky ishte destinacioni im i kësaj vere. Këto ishin mbresët e mia. Këto janë bjeshkët e Junikut, që ja vlen vizitohen.